Propozimi i qeverisë për shkarkimin e prokurorit publik shtetëror Ljupço Kocevski pritet të shqyrtohet në seancën e nesërme të Kuvendit. Këtë e bëri të ditur kryetari i Kuvendit Afrim Gashi në një takim informues me gazetarët, duke theksuar se plotësimi i rendit të ditës me këtë pikë do të bëhet që sot, pas çka Kocevski do të njoftohet menjëherë për mbajtjen e seancës. Kocevski duhet të deklarohet nëse do të marrë pjesë dhe do t'i drejtohet seancës apo nëse do të dorëzojë vetëm një sqarim me shkrim. Duke qenë se shkarkimi i tij tashmë konsiderohet i sigurt, më pas pritet të shpallet konkurs për prokuror të ri publik shtetëror. Procedura e plotë zgjat rreth 3 muaj dhe deri në zgjedhjen e pasardhësit, funksionin do ta ushtrojë një ushtrues detyre. Gashi njoftoi gjithashtu se në seancën e 24 dhjetorit do zhvillohet edhe votimi për ministrat e rinj. Bekim Sali do të emërohet zëvendës kryeministër dhe ministër për çështje europiane, ndërsa Muhamet Hoxha do të jetë ministër i ri i mjedisit jetësor. Në të njëjtën seancë, paraprakisht do të shkarkohet ministri Orhan Murtezani. Një ditë më herët, më 23 dhjetor, do të mbahet edhe fjalimi vjetor i presidentes së shtetit Gordana Ciljanovska Davkova.